Mirëmbrëma, sonte në emisionin Pak Kompromis në Bulevard Televizion. U kam i të ftuar, pak për herë të parë në Bulevard Televizion në emisionin Pak Kompromis vjen një zonjë, është zonja Edira Devolli Leka, kandidate e koalicionit të djathtas për zhvillim, një koalicion i cili është formuar edhe nga një parti e re e lindër kohët e fundit, ku zonja në fjalë është pjesë edhe e kolegjit politik. Por ndërkohë, një emër i njohur në politikën në Durrës, edhe për pjesëmarrjen në struktura e Partisë Demokratike, por edhe për përfaqësimin e saj në Këshillin Bashkiak si këshilltare e opozitës. Zonja Edira, faleminderit që jeni me sonte, dhe faleminderit që gjetën kohën sepse në fushat nuk është normale të gjesh gjithmonë kohën për ta në një emision. Faleminderit juve për hapësirën dhe për mundësinë. Është kënaqësi. Atëherë, fillimisht unë ju prezantova si kandidate, duke qenë se për herë të parë besoj kandidoni për një subjekt politik, jo për herë të dytë, por gjithsesi tani me një peshë tjetër specifike, sepse jeni përfaqësuese një koalicioni për teleshikuesin i cili edhe për emisionin tonë si teleshikues i ri dhe për televizionin tonë, do ishte më interes të dinim diçka më shumë lidhur me formimin tuaj, veprimtarinë tuaj politike dhe natyrisht për të thënë edhe diçka për njohje më shumë me që jeni. Patjetër, faleminderit edhe një herë. Unë jam Edira Devolli Leka, i mbaj të dy mbiemrat, Devolli te bashorti, Leka është mbiemri i një vajzërisë. Jam nën e dy vajzave, të cilat kanë vendosur që të rris këtu. Kam përfunduar studimet për sociologji, që është një degë shumë e bukur. Sociologjia më ka mësuar që ta shoh shoqërinë në mënyrë analitike. Më pas kam vazhduar studimet pas universitare për supervizim dhe menaxhim të institucioneve arsimore. Jam specializuar në psikologji këshillimi. Për një periudhë kohe kam punuar në një kompani gjermane që merret me studimin e tregut. Kam punuar si arsimtare, si mësuese në medresen e vajzave në Durrës dhe në një gjimnaz tjetër. Nga viti 2016 jam vetë punësuar si ndërmjetëse dhe eksperte psikosociale. Sikur se e tha dhe ju, nga viti 2023 ushtroj funksionin e këshilltares bashkiake në Durrës. Përpiqem të jem një zë përfaqësues për qytetarët, të përcjell të gjitha problematikat, jo vetëm komunitetit ku unë jetoj, por gjithë qytetit të Durrësit, mbaj kontakte në vazhdimsi me qytetarët. Disa nga çështjet dhe kauzat që kam trajtuar më shpesh është ne do kemi rast të diskutojmë në vazhdimsi. Në vazhdim. Por mos prishur edhe atë rregullin tim, aty pyetjet që unë kam bërë, që mos dalim të shpërtendrojmë edhe teleshikuesin. Ju bët një ekspozit të shkurtër të asaj, të formimit tuaj profesional. Unë do desha, unë edhe besoj dhe teleshikuesët që interesuar më shumë për veprimtarinë politike, sepse nga njerë politika i kërkon njerëzit për t'i marrë atë që ka nevojë, por nga njerë dhe njerëzit e kërkojnë politikën për t'i marrë asaj që i nevojitet. Ju gjeti politika, i gjetë aty dhe si ndodhi që ju u bët pjesë e politikës dhe pastaj edhe u përfshitë. Paka shumë keni disa vite që jeni përfshin politikë. Patjetër, unë kam mbi 20 vjet që bëj jetë politike. E kam filluar si antare thjesht në seksion, kam drejtuar grup seksionet, kam qenë koordinatore për Lidhjen Demokratike. Për Partinë Demokratike, gjithmonë kontributet e mia kanë qenë në të djathtë, sepse edhe familja nga unë rrjedh ka lidhje me të djathtën. Fisi Leka është i njohur për qëndrimet antikomuniste. Stërgjyshim që ka qenë delegat në ngritjen e flamurit në Vlorë, Gjeladina Goselsa, ka qenë drejtues i ballit kombëtar dhe i vrarë në masakrën e Dunisës, kështu që nuk ka se si unë të mos isha pjesë e të djathtës. Kam qenë, siç thash, domethënë në të gjitha strukturat e Partisë Demokratike, në seksion, grup seksion, kam koordinuar zgjedhjet, kam qenë antare kryesie në degë zgjedhur me votë, antare e Këshillit Kombëtar dhe nënkryetare e degës. Të gjitha shkallët e karrierës i kam gjitur me vullnetin tim, pa u mërzitur nga mungesa e meritokracisë që ndodhte edhe në parti, po që ka karakterizuar edhe nga opozita të zgjatur, që ka karakterizuar opozita të zgjatur të mërzit. Është e vërtet. Atëre, Edira, ne jemi sonte në një pozicion tjetër. Ju tashmë përmendët kontributin tuaj në Partinë Demokratike, për cilin unë jam është në memorien time, si për vitesh gazetar, në struktura antare kryesisë, edhe kandiduar me kontributin tuaj, po tashmë vjen një moment tjetër që Edira ndodhet në një pozicion
një koalicion tjetër, por edhe një pozicion tjetër nga që mund ta quajmë partia mam, po e them unë, ju mund të gjeni një emër tjetër gjatë shpjegimit. Është me interes fakti të dim çfarë ndodhi që e dira sot është djatës 1912 dhe pjesë e koalicionit të djatës për zhvillim. Po flasim mirë si parti, pastaj koalicioni do kemi rast. Po, faktikisht deri në qershor të vitit të shkuar, pra në qershor të 2024-s, unë kam qenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike. Po. Por, po të kthehemi pak më herët, në 9 shtator të vitit 2021, kur zoti Basha ndodhi Zotin Berisha nga grupi parlamentar, për shkak që ishte, po e pezulluar nga grupi parlamentar, për shkak se ishte non grata. Partia Demokratike u nda në dy pjesë. Në një anë ishin strukturat që ishin ishte Partia Demokratike Zyrtare, që kishte logon, kishte vullon dhe strukturat të cilat ishin vot besuar nga antarësia, dhe në anën tjetër ishin strukturat paralele që ngriti foltorja. Në atë kohë unë gjykova që ishte më e drejtë të qëndroja, për shumë arsye të qëndroja ku ishte Partia Demokratike Zyrtare. Mirë po, gjatë kësaj kohe, nga 9 shtatori 2021 deri në qershor të 2024-s, po, 11 qershor ka qenë, po, që çdo vendimi për vullën, është krijuar një luftë e vërtet në struktura. Ajo që është parë realisht që është bërë në pjesën e kupolës së partisë nuk është asgjë me zallamahin që u krijua në strukturat poshtë. Megjithatë, gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë këto procedurat e vullës, së logos dhe drejtuesit në qendër të Partisë Demokratike. Edhe në deg, unë kam qenë pjesë e drejtimit të degës, sepse isha nënkryetare dhe anëtare e Këshillit Kombëtar, si në kontakte me strukturat, edhe me qytetarët dhe në daljet mediatike, ishim shprehur të gjithë që çfarë do lloj vendimi që do japi gjykata, ne do ta pranojmë. Vendimi që dha gjykata ishte në favor të zotit Berisha. Pra, na pëlqeu, na u duki drejt, apo jo, këto janë vendimet gjykatës, unë bëj pjesë tek ai grup personash që nuk gjykoj vendimet e gjykatës, aq më tepër as jetën personale dhe private të kërkujt. Kështu që kam reaguar brenda të nesërmen. Kam reaguar ku kam kërkuar ngritjen e një subjekti të ri politik. Pra, përderisa kemi thënë që ne do ta pranojmë vendimin e gjykatës, duhet i qëndrojmë kësaj deri në fund. Të mbajmë strukturat që kemi, të forcohemi dhe të përgatitemi për zgjedhjet. Sikurse dhe grupi zonja lidhet me sinqeritet, ishte përgatitur për një vendim ndryshe nga gjykata apo kishte një lloj optimizmi? Kjo është një pyetje, nuk ndikon fare tani te Atëherë thjesht për sinqeritetin. Po, për sinqeritet, besoja fort që neve do ta mbanim vullën edhe logon. Por nuk është se nuk më kishte kaluar ndërmend që edhe mund të ndodhte, sepse dihet se si funksionojnë gjërat këtu. Dhe unë e përmend që për fat keq ish sigurimi i shtetit vazhdon ende të futet dhe të bëj këto për të shërbyer pushtetit të tyre. Megjithatë, më kishte kaluar ndërmend, por thellë ndoshta dhe dëshirat e ngatron njeriu. Por edhe faktet juridike ishin që të qëndronte vula tek ne. Megjithatë, ne duhet të jepnim fund kësaj luftës të çështjes së vulës dhe të logos. Më pas kështu u krijua grupi, duke evidentuar njëri tjetrin. Duhet merrte fund. Dhe ne pastaj që krijuam, domethënë themeluam partinë Djathtas 1912, ishim të gjithë që vinim nga Djatha dhe është radhës tani këtu sepse ndodhi një gjë që fakt një gjë që përveç përplasjes së madhe që ndodhi në Partinë Demokratike, ndodhi një gjë që u shkëputën, unë nuk po i ndaj tani sepse nuk jam më personi i duhur që ta bëj këtë punë, por u shkëput zoti Basha nga Berisha, u shkëput zoti Shehe dhe tashmë edhe një pjesë përsëri që jeni ju Djathtas me zotin Ali Beje. Pra, ju pse zotët pikërisht për të bërë pjesë e Partisë Djathtas të 1912 dhe u bët pjesë edhe një lloj risie tre që ka ardhur e kolegjit drejtimit politik. Pra një parti e cila nuk ka një kryetar, nuk ka një, por jeni një grup njerëz që po drejtoni. Po. Shiko, Djathtas 1912 nuk u krijua as për kapriço, për asgjë.
domethënë që mund të mendohet e tillë. Djata si 1912 u krijua sepse normalisht duhet të merrte fund. Në gjykimin tonë duhet të përgatiteshim për të hyrë në zgjedhje dhe duhet të vazhdonim me krijimin e subjektit, me ngritjen e subjektit. Pse drejtojmë kolegjialisht? Është pyetja. Po, është pyetja. Tani ju jeni pjesë e asaj partie dhe unë. Patjetër. Unë jam edhe drejtuese e kolegjit. Djata si 1912 është parti e re, nuk është parti e vjetër dhe nuk ka pse të funksionojë me mekanizmat e partive të vjetra. Normalisht ne nuk e shohim politikën si monopol në dorën e kryetarit. Ne kërkojmë që të sjellim një model ku vendimet merren në mënyrë të përbashkët dhe transparente. Kështu që vendimi nuk e merr një person, po e merr një për partinë e vjetër. Atje vendos kryetari. Atje është kryetarokracia, domethënë po nëse duan neve modelin tonë e japim pa problem. Sa vështirë është kjo zënë tira, sepse duke pasur një kolegj politik që drejton ka diversitet mendimesh. Ka diversitet mendimesh, jo, nuk është vështirë. Ndryshe. Ka diversitet mendimesh, por ajo që prevalon është që të mbrojmë interesin për atë që neve kemi krijuar subjektin. Dhe aty prevalon vota. Në fund fare, nëse nuk prevalon vota. Kështu që jemi 7 që drejtojmë, që kemi drejtimin kolegjal dhe është shumë e lehtë kush është ideja që atëre për të dalë tek ajo që është më interesante tani se pjesa e zgjedhjeve nuk është më vetëm partia juaj, por në një koalicion faktikisht me një parti të vjetër me shumë tradita në politikën shqiptare dhe vetë zoti Shehi që është drejtuesi i saj partie është një emër i njohur në politikë, disa herë mandate është një emër me eksperiencë, është një emër i nderuar, por që ka dhe kontribut të madh në politikën shqiptare edhe për qendrime ndryshme që i ka marrë dhe për diversitetin e mendimeve politike që ai ka edhe me lidershipin e Partisë Demokratike. Atëherë, si u ndërtua koalicioni me LZK-n është pyetimi konkret. Pse nuk u përfshin edhe parti të tjera, pati negociata? Dhe a tentuat ndonjëherë që të shkonin deri aty që të bëhesh të pjesë e Partisë Demokratike në koalicion? Shikoj, për hir të vërtetës neve ishim koalicioni i parë që u krijuam. Djatha si 1912 edhe LZK-ja. Synonim një koalicion më të zgjeruar. Madje ditët e fundit kemi bërë edhe thirrje për partitë e vogla, për partitë e reja për tu bashkuar, sepse e shihnim si mënyrën e vetme, domethënë ose mënyrën më të mirë për ta çarë sistemin që është krijuar. Nuk u pranua, madje është rasti i zotit Lavaj që ishte shprehur edhe publikisht në disa media për disa arsye të emrave që kanë aderuar më herët në politikë. Por në momentin që u bën listat, u tregua që nuk ishte aq parimor sa po hiqej, sepse ishte rasti i zotit Sulaj që e bëri pjesë të listave të tij dhe mbasi nuk dakordcua në pazaret e veta, e hoqi prap nga lista, u largua nga lista. Me Partinë Demokratike. Me Partinë Demokratike nuk e kemi konsideruar në asnjë moment një marrëveshje koalicioni. Sepse janë disa çështje parimore që neve na ndajnë nga Sali Berisha. Që ne do diskutojmë pak më vonë. Pra, ju pranoni publikisht që nuk ka pasur negociata me Partinë Demokratike. Absolutisht jo. Më lejo domethënë që ta shpjegoj. Po, një nga qendrimet e juve publike është qendrimi që keni pasur në strukturën SPAK-ut, keni qenë dy forca politike në kampe të ndryshme. Është çështja e mbështetjes së sistemit drejtësisë të SPAK-ut. Ne jemi në mbështetje të SPAK-ut, jemi partia e parë që jemi shprehur për zgjatjen e mandatit të prokurorëve. Kemi kërkuar patjetër dhe zoti Berisha thotë se unë do ta shkruaj SPAK-un. Çështje tjetër që na ndan është ne jemi për listat hapura, ata janë për listat mbyllura. Sikurse është edhe gjuha dhe marrëdhënia me ndërkombëtarët. Por më lejo domethënë që ta përfundoj dhe çështjen e koalicionit, po kemi pasur me grupimin e zotit Basha biseda. Kjo ishte më interes shumë. Biseda deri në ditët e fundit, mund të them. Ne kishim zgjedhur për drejtues të koalicionit zotin Shehi, për atë që zoti Shehi përfaqëson, integritetin që ka figura e tij, përvoja, korrektësia dhe gjithë. Ndërsa nga ana e zotit Basha nuk u pranua kjo. Pra ata kërkonin që të kishin emrin e koalicionit, ta kishin ata,
drejtuesin e koalicionit ta kishin ata, të gjitha marrëdhënien ligjore me KQZ-n dhe institucionet ta kishin ata, dhe ne të kishim thjesht emrat në marrëveshjen e koalicionit. Ndaj nuk u arrit si marrëveshje dhe jemi ne dhe LZK-ja në koalicionin Djathtas për Zhvillim. Unë uroj shumë suksese. Pavarësisht se çfarë ka ndodhur tani përgjithësi për interes të edhe qytetarëve, sepse fundi fare ato janë që do votojnë me 11 maj. Besoj që mund të kishte pas dhe një kërkesë tjetër për të ndërtuar edhe lista të përbashkëta në disa qytete ku dihet që mund të jetë reputacioni më i madh i një partie apo një partie tjetër. As drejt këtu nuk shkuat. Shikam. Kur ne lëshojmë dhe pjesa tjetër nuk ka dëshirën e bashkëpunimit, nuk arrihet marrëveshja. Kuptova qartë. Ne i bëm gjithë përpjekjet tona. Atëherë kemi konsumuar disa pyetje që kanë bën me atë se si përfundoi partia Djathtas që në 12 koalicion me zotin Shej. Do kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, vetëm pak minuta për të kthyer përsëri në një blok të dytë pyetjesh. Reklami, lutem. Atëherë rikthehemi përsëri në studio, jam me zonjën Edira Devolli Leka, kandidatën e koalicionit të Djathtas për Zhvillim. Kemi diskutuar një blok të parë pyetjesh lidhur me pozicionin e saj, me formimin e saj, me angazhimin politik, por edhe me qëndrimet të tjera që kryesisht kanë pas të bëjnë me të se si u formua koalicioni, por edhe marrëdhënie me partitë të tjera për të ndërtuar një koalicion sa më të madh opozitar, për të paraqitur me 11 maj me një projekt ndryshe nga sa tashmë kemi zyrtar dhe nuk ndryshon. Zonja Dira, ju e thatë edhe vetë në asaj hyrje të shkurtër që i bë veprimtarisë tuaj politike, që në qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike faktikisht para 2-3 javësh, pothuajse në limitet e daljes listave, zhvilloi një proces i cili ka hapur shumë debate, ndoshta është Partia Demokratike që ta marrë përgjegjësinë, por gjithmonë në shikoj në këndvështrimin tuaj si politikane tashmë dhe me një proces i cili ndodhi përgjithësisht atëherë kur Partia Demokratike kaloi një krizë të madhe. Ai shërbeu ky proces i primarëve bashkimit të Partisë Demokratike, a u bë ky në kohën e dur dhe a ishin ato emrat e dur që u listuan? Shiko, primarët që u mbajtën në Partinë Demokratike ishin një farsë, ishin një manipulim i opinionit publik për të krijuar idenë që aty funksionon demokracia e brendshme. Nëse Sali Berisha do ishte i interesuar për demokracinë e brendshme, nuk do kishte votuar listat e mbyllura, të cilat i mohojnë qytetarit të zgjedhë përfaqësuesin e vet në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, ne shohim një qasje të tillë që kur u intereson e përdorin demokracinë, kur i rrezikon pushtetin e bllokojnë. Sa për listat, sa për renditjen në lista. Listimin e emrave që u bën. Jo, nuk janë njerëzit që kanë më shumë kontribute në Partinë Demokratike, dhe renditja nuk është bërë në bazë të preferencave që ka dhënë antarësia nga më të votuarit. Ka pasur gjithmonë një kusht në Partinë Demokratike që ata që do ishin në fillim të renditjes duhet të ishin kokë e këmbë berishian dhe kështu vazhdon e njëjta situatë. Pra duhet të mbrojnë interesat e Sali Berishës dhe të familjes tij për të qenë në krye të listës. Nuk vlerësohet preferenca e antarësisë. Unë nuk di se si mund të kem besuar që ky proces do ishte i konsiderueshëm nga zoti Berisha, sepse kur një lider e shkel demokracinë në nivel kombëtar, si mund të pretendosh që ai do ta respektojë atë brenda partisë? Për ta mbyllur, në optikën time, procesi i primarëve ishte thjesht fasada për t'i dhënë mundësinë, pra për të legjitimuar ato vendime që merr një grup i vogël njerëzish në Partinë Demokratike. Në fakt, zonja Lira pati edhe një duguri tjetër në këtë proces, për pozicionin që u thatë, për të mos u shmangur të vërtetës, por pati edhe një proces që antarësia e Partisë Demokratike në Durrës pati edhe ndëshkimet e veta, sepse nuk është rasti i pagët që të vizë dhënësja e atij që pretendon të bëhet kryeminist i Shqipërisë të japë 30 vota. Është edhe kjo një farë mënyrë reagimi demokratëve. Patjetër. Shikon,
Njihet kjo në Partinë Demokratike. Unë e thash edhe në fillimin tim që nuk jam dekurajuar asnjëherë nga mungesa e meritokracisë. Ka shumë zonja në Partinë Demokratike që kanë dhënë kontribut ndër vite, pa u lodhur, kanë dhënë kontribut pa kushte, që janë figura me integritet edhe për të kandiduar në fillim të listës. Pra, sepse vjen për një arsye apo për një tjetër bësh zëdhënësja e partisë, kjo nuk do të thojë që ti ke marrëdhënie të mirë me strukturat dhe motivon strukturat për të punuar. Absolutisht. Jam shumë dakord. Kalojmë tek një pyetje tjetër tashmë. Një pyetje që ka të bëjë tashmë me ju, rikthehemi pra tek koalicioni juaj ose tek partia juaj. Ju, siç e thatë edhe vetë përpara, zotët listat e hapura që t'i jepni mundësinë të gjithë për të qenë të barabartë përballë qytetarëve, qytetarët këtë mundësinë e zgjedhjes. Atëherë, pyetjen e kam sinqert, sepse nuk besoj që nuk kena pas sinqeritet deri tani në bashkëbizetim, pyetja është sinqert. A keni pasur brenda vetes kundërshtie edhe për listat e hapura? Pra ju jetë shumë e sinqert. Ne të gjithë kemi qenë për listat hapura, kemi kërkuar gjithmonë listat hapura dhe kemi kërkuar të garojmë me listat hapura. Absolutisht, nga kandidatët që garojnë në listat tona, nuk ka asnjëri që të ketë kërkuar për të qenë pjesë e listave të mbyllura. Të gjithë ne kemi kërkuar që garën ta zhvillojmë në kushte të barabarta. Po, kemi vendosur në listën e mbyllur, kemi vendosur familjarët tanë, të cilët janë ndërhequr tashmë, dhe lista e mbyllur është bosh. Po, faktikisht është një çështje që ju përfol këto 2 ditë të fundit dhe u serua pastaj dhe masa ju mund ta seroni edhe më mirë edhe më gjatë. Ishte vetmja rrugë që ne na la sistemi. Po, që të tërhiqeshin. Nuk ishte pse një person që dëshiron të jetë në garë të barabartë, të fusi emrin në listë të sigurt dhe të dorëhiqet apo të mos garoj. Pra ju bëhet me njerëzit tuaj të afërm që të mos i thonë atij qytetarit që të pranonte ose atij personit. Patjetër. Që do të tikësh tani. Tashmë vota lexohet aty ku e dërgon qytetari në koalicionin ton. Sepse ne kemi qenë për listat hapura, një pjesë garon me lista gjysmë të mbyllura, por lista gjysmë e mbyllur është gjysmë demokracie. Kjo situatë nuk fillon në marrëveshjen e fundit që bëri Rama me Berishën në korrik. Por është e hershme që në ndryshimet kushtetuese që ata bën në vitin 2008. Ka pasur një mundësi që politika shqiptare të zgjidhë ndryshe këtë dhe të ketë një garë barabartë për të gjithë. Sepse me sa di ju keni kërkuar, po jo vetëm ju, edhe partitë tjera kanë kërkuar që këtë listat apo përse ndodhi kjo? 2 parti të mëdha vunë vetëm. Ne kemi kërkuar listat e hapura, kemi kërkuar Shqipërinë një zonë, kemi kërkuar votim dhe numërim elektronik. Partitë e mëdha bashkuan votat. Kurse ndonjëherë Shqipëria një zonë. Po. Partitë e mëdha bashkuan votat dhe nuk e konsideruan kërkesën tonë. Kjo goditje që i bëhet lirisë së votës ka filluar që në vitin 2008 me marrëveshjen që ka bërë Rama Berisha për ndryshimet kushtetuese, ku cimentuan kryetarokracinë dhe autokracinë, që gjithmonë në parlament dhe të ishin një grup njerëzish që mbrojnë interesat e kryetarëve. Marrëveshja e famshme e 8 minuta. Po, por është edhe ndryshimi që ndodhi në 2020-ën, është goditje për demokracinë, që u hoqën koalicionet parazgjedhore. Edhe kjo ishte domethënë për të mos mundësuar një alternativë të re, apo një zë ndryshe. Pra, të gjitha ndryshimet që kanë bërë, i kanë bërë për interesat e tyre dhe një rrething të ngushtë që i intereson, që politikën shqiptare të vazhdojnë të dominojnë 2 aktorë, ende Rama Berisha. Pra, ato nuk kanë asnjë dëshire, siç duket, sepse kanë interesat e tyre dhe të familjeve tyre. Po sa rrezikon kjo procesin edhe në të ardhmen, para se do ndodhi 11 maj, sepse janë 2 parti që vendosin dominancën. A do rrezikojë gjithmonë partitë të vogla ose prurit e re në politikën shqiptare tani? Ne si koalicion jemi me idenë që në momentin që do hyjmë në parlament, do kërkojmë domosdoshmërisht ndryshimin e reformës zgjedhore dhe zhbërjen e këtyre ndryshimeve që ka bërë Rama Berisha. Unë them që po të vazhdojmë dhe të punojmë me intensitet. Ndoshta dhe vetë klasa politike ndërgjegjësohet. Klasa politike do ndërgjegjësohet, qytetarët do ndërgjegjësohen, do përdoren gjithë mekanizmat qytetar dhe ligjor. Dhe për të kaluar dhe një pikë rëndësishme, fakt jo vetëm për ju, por edhe për emrat tjerë të listuar që të dilin përpara qytetarëve dhe do t'i bini ata për të votuar për koalicionin.
që ka të bëjë me programin, kjo është më e rëndësishme besoj si pikë, sepse funi fare kjo është alternativa që ju duhet. Pra tashmë ju këtë keni dorë të paraqitet qytetarëve një alternativë për të qenë ndryshe dhe për të votuar ndryshe. Ngjelmi pak më gjatë për programi është shumë i gjatë dhe nuk e detajojmë dot sonte, do kemi raste të kemi përsëri bashkë. Unë do ta citoj. Por ju do dalin ato pika që mendoni që janë më të rëndësishme, më të përgjithshme. Programi nuk është thjesht një program elektoral, por është një angazhim i sinqert para qytetarit. Është një program të cilin e kemi ndërtuar duke komunikuar me qytetarët. Është një program që e kemi ndërtuar duke analizuar sfidat dhe duke propozuar zgjidhjet e mundshme. Shtyllat kryesore që ne kemi në programin tonë është për ekonominë, taksa e shesht e pandryshueshme të paktën për një periudhë 10 vjeçare. Tjetër, jemi për zhvillimin e industrisë prodhuese, industria dhe teknologjia. Kemi pikë në programin tonë edhe për bujqësinë, sepse bujqësia sot është në kushte shumë një sektor shumë i rëndësishëm për prodhimin dhe për rritjen ekonomike, patjetër. Jemi që fermeri të ketë akses bankar me zero interes, pra interesin e kredive ta paguaj shteti. Kemi dëmshpërblimin e plot të përndjekurve politik dhe të dënuar dhe të burgosur, një proces i cili duhet të kishte mbaruar me. Që ka raskapit brezat, më shumë bëvujnë do që nuk... Në zgjedhjet e 2023-shit, kur trokisnim për të kërkuar votat, hasa një zotri i cili ishte për fat keq ka ndruar jetani, i cili kishte qenë në burg, i burgosur politik, ishte bërë me 3 fëmijë dhe 2 fëmijë kishte jashtë. Edhe tha i shkreti, nuk më gëzuan prindrit mua, nuk po gëzojon as prindrit e mi, as fëmijët e mi prindërimin tim, dhe nuk arrita të marr asnjëherë që të më shërbenin ato pagesat, dëmshpërblimet që për vuajtjet që kanë pasur. Pra, është abuzuar gjithmonë me këtë stres normalisht. Po, mos të prerë. E kisha fjalën tu që fitet gjithmonë që nuk është se kanë munguar fondet, donacionet dhe gjithë, por nuk ka pasur vullnetin për të shërbyer qytetarit. Dhe ju e keni konstatuar këtë në programin që keni ndërtuar. A do keni një vullnet ndryshe pra për ta bërë qytetarin që ne jemi ndryshe? Sigurisht që kemi një vullnet ndryshe. Dhe programi ynë është i realizueshëm. Nuk premtojmë gjëra të jashtëzakonshme që nuk mund të bëhen, por premtojmë gjëra të cilat realizohen. Ka filluar tani duke më rritur pensionet. Edhe filloi dhe pësoja vetë tani. Të shkoj edhe tek pensionet. Pensionistët e sotëm janë ata zonja dhe zotrinj që kanë jetuar në kohë të diktaturës dhe në kohë të tranzicionit. Mendo çfarë jete të vështirë kanë pasur. Prindërit tanë kanë punuar dhe vin tani nuk i mjafton pensioni për ilaçe, për ushqim, dhe ka pensionistë që nuk arrin të ngrohen sepse nuk kanë mundësi. Ne jemi për një pension minimal, për pensionin minimal që të jetë 30.000 lekë të reja, pra 300.000 lekë, që të paktën të ketë dignitet pensionisti në ditën e sotme. Çështje tjetër që kemi është arsimi, që nga klasifikimet që bëjnë ndërkombëtarët është gjithmonë poshtë më poshtë, duhet një reformë arsimore që të fillojë që nga tekstet shkollore, tek kualifikimi i mësuesve dhe pedagogëve, si dhe në infrastrukturën shkollore dhe universitare. Shëndetësia, kemi programin për shëndetësinë. Shëndetësia, investime në shëndetësi do jetë ndryshe. Sepse dhe Rama thotë e kemi bërë falas, e kemi bërë... Shiko, premtimi i Ramës për shëndetësi falas, duke që ishte një dështim. Ne jemi për shërbim spitalor të përshëndruar në qarqet e vendit, me mjek specialist edhe me aparaturat përkatëse. Sepse ndodh që qytetari i Beratit për të bërë një rezonancë apo një skaner duhet të vi në Durrës. Ai i Korçës duhet të shkojnë në Tiranë dhe në përqarje mungojnë mjekët specialist. Pra, jemi me një program konkret që mund të realizohet dhe që të ndihmojë
të gjitha të ndihmojnë në të gjitha shtresat. Zëndje, ju keni pas konsulencën besoj të grupeve Patjetër, ekspertë të gjitha fushave. Patjetër. Sepse e bie që do rifilloj prapë një plugim i madh i procesit në rast të mundshëm të ardhë një pozitë ndryshe në pushtet. Programi është ndërtuar mbi nevojat e qytetarëve dhe mbi vlerësimet që kanë bërë ekspertët. Pra janë ndërthurur. Atëre ne do kemi edhe raste të tjera, sepse fushata pavarësisht duket e shkurtër, por ka goxha ditë përsëri dhe do kemi edhe raste të diskutojmë më detaje programin dhe do u futur edhe në fusha të ndryshme, pasi duke detajuar të gjitha së bashku dhe unë doja thjesht një mendim të përgjithshëm lidhur me atë që ka një program për të ardhur dhe për të kërkuar votën qytetarit me datën 11 maj. Kam një pyetje tani para se të kalojmë tek një hapësirë tjetër publicitare, një pyetje në fakt që do rikthejmë përsëri ke politika dhe këndvështrimi ekonomik i politikës, por gjithmonë aty na shkon, sepse edhe duket se edhe qytetarët kanë më shumë qejf kur ne bëjmë pyetje politike. Me 11 majin ato që do vendosin faktikisht dhe rezultati i atyre do jetë ai që do njihet dhe do vendosin. Unë desha të them këtë se ne prekëm në fillim të emisionit. Mënyra se si ju po vini në këto zgjedhje është një lloj risie që po sillen në politikën shqiptare. Unë nuk po detajoj programin, nuk do hyj aty se nuk jam specialist për të detajuar ato gjëra, por po flas thjesht për faktin e përgjithshëm. Ju keni sjellë një risi në politikën shqiptare për mënyrën se si po i kërkoni atyre votën. A mendoni që kjo risi do ketë një risk, pra sepse jo gjithë shqiptarët janë përgatitur që për 50 ditë të marrin atë që duhet të marrin për të votuar ndryshe? Ne po i ofrojmë qytetarit, siç thatë edhe juve, risin, programin dhe jemi të gatshëm të pranojmë çfarë lloj vendimi që do merret. Sa do pranohet. Sigurisht që jemi, domethënë, në kushte që ne jemi një parti e re, në kushte që partitë e mëdha, patjetër të njërisë tjetër, dhe në kushte që partitë e mëdha kanë patjetër që kemi menduar. Partitë e mëdha kanë kontaminuar të gjithë pjesën e procesit, mund të themi. Kështu që jemi të përgatitur për të përballur me gjitha sfidat. Do kthej edhe një hapësirë të shkurtër publicitare, se më bën gjithmonë vreti nga regjia, sepse e mbyll shpejt atë pjesën. Një hapësirë publicitare, lutem, për të rikthyer përsëri në një blok tjetër pyetjesh. Atëherë rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Janë në pyetjet e fundit, zënëra unë do të desha 2-3 pyetje të fundit për të qartësuar edhe pak më shumë pozicionin tuaj si koalicion apo si parti, por ndërkohë edhe me një shqetësim që ka pasur qytetar në zgjedhje që nga 2000, në fakt shqetësimi për zgjedhje duka qenë që nga 1996. Besoj që ka qenë. U kryo banda parë mushës kutive dhe pastaj filluan sa me armë, sa me lekë dhe nuk u ndan kutive më. Ideja është këtu që ju a besoni se në zgjedhjet e 11 majit do ketë një rezultat i cili nuk do jetë produkt i korrupsionit dhe i abuzimit? Siç ka ndodhur gjithmonë me akuzat, sepse çfarë ka ndodhur? Fitoren e kemi aty, fitore është brenda në kuti, me 12 hapet kutia s'ka fitore aty. Pra, a besoni dhe sa do ndikoj strukturat që ju keni mbështetur si parti dhe si koalicion, SPAK-u, në një marrëveshje që është bërë me organet e drejtësisë për ta monitoruar këtë proces, për të frenuar fenomenin e korrupsionit dhe blerjes votave, për të krijuar të besimin e qytetarëve që jo, nuk është kollaj me blet votën? Ne jemi besim plot tek SPAK-u. Në fakt SPAK-u keni treguar, jemi besim plot tek SPAK-u. Tek gjithë strukturat që ato kanë ngritur për të monitoruar procesin. Shpresoj shumë që ta parandalojnë, por edhe ta ndëshkojnë nëse do ketë shkelje. Jemi të ndërgjegjshëm, sikur se tham që nga 96-a, që vota është manipuluar, është tjetërsuar, dim mënyrën se si kam punuar Partia Socialiste. Po, ka shumë vite. Që si punon Partia Socialiste, si punon Partia Demokratike. Ne do flasim në momentin që do shohim rezultatin dhe
Në qoftë se do hasim problematika, sigurisht që do t'i denoncojmë në SPAK. Do keni Patjetër. denoncimet e juaja. Sepse ndodhte diçka në 2021-shin, kur bëheshin investime gjatë periudhës, gjatë fushatës, bëheshin investime, ose hasnim një problematik, e referonim tek i deleguari i Degës. Dhe ndërkohë nuk ndërmerrej asnjë denoncim dhe asnjë gjë. Domethënë e kam pasur zhgënjim më vete këtë pjesën. Për të qenë sinqert, ka dhe një lloj ngërçi këtu sepse shpeshherë edhe gjërat që i referon SPAK-u thonë nuk është kompetenca jona dhe drejtësia nuk po funksionon me tjetrin hap si SPAK-u, në paktën nga konstatimet që kemi në terren si gazetar, ideja është këtu. Është SPAK-u një përpara dhe në nivele të tjera drejtësia është. SPAK-u ka treguar po që ka ecur dhe ka një angazhim më të mirë. Por që pjesa tjetër e drejtësisë nuk është në lartësinë e duhur dhe në standardin e duhur, sepse ka dosje të cilat qëndrojnë aty për vite ose bëjnë ping-pong nga gjykata lart dhe kthehen prapë në shkallë të parë ose nga apeli në gjykatë lart dhe njerëzit zvarriten për të marrë drejtësinë. Edhe kjo është. Po, dhe për të forcuar më shumë tek ta më para që edhe problemet e pronave dhe problemet që janë në prokurori enden me vite dhe nuk gjen asnjë zgjidhje dhe kjo nuk është kompetencë e SPAK-ut. Gjithsesi shpresojmë që të ketë një angazhim. Për dalë ke një pyetje tjetër, ju siç e thatë vetë, por unë kam qenë edhe pjesë e ndjekjes së Këshillit Bashkiak, ju keni marrë pjesë në disa denoncime, faktikisht edhe zyrtare të bërë publike në media, por edhe në mbledhjet që janë zhvilluar për menaxhimin e fondeve, për mënyrën se si krijohet buxheti, për mënyrën se si favorizohen firmat të ndryshme për tendrat gjithëse. Ka një gjë që më shqetëson zonja Elvira në gjithë këtë pjesë, mua dhe qytetarin Dorsak, që ka të bëjë pusheti lokal ka një rëndësi shumë të madhe në fushatët zgjedhore dhe Durrësi ka treguar që ka blinduar pushtetin lokal e majtë prej shumë mandatësh. Që nga viti 2000. Tashmë kemi edhe një rast tjetër përsëri që është po ai i vazhdimësisë. Ajo që ju keni denoncuar, kryetari i Bashkisë Durrësit, ose mënyra se si ka funksionuar kryetari i Bashkisë Durrësit nëpërmjet levave të saj, është përsëri drejtuese politike e qartë Partisë Socialiste. Pra që do luftojë për të fituar sepse ka garanci këtë për pozicionin e vet. Tani sa besim keni ju që kjo do ndodhi kështu? Du të përshtet rasti Dago, që e keni denoncuar me 10 herë në 6 zgjedhje të paktën sa mbaj mend. Ne shkeljet që do shohim do t'i denoncojmë, do vazhdojmë t'i denoncojmë. Ju thjesht shpirti nga drejtësia pastaj. Pra në momentin që rezultati i zgjedhjeve del, drejtësia do vazhdojë. Kthehemi tek pyetja e fundit, besoj që pyetja e fundit ka të bëjë më shumë me pozicionin e surisë politike, çfarë do ndodhë thash me 11 maj dhe me 12 maj kur numëron votat është përgjegjësia e qytetarëve Durrësak, bindes që ato kanë krijuar tek alternativat që janë shtruar. Një pyetje të fundit për emisionin e sotshëm, kuptohet se do kemi rast përsëri. Çfarë do ndodhi me partinë tuaj me një rezultat të mundshëm me 11 maj? A do të bëheni pjesë e qeverisës nëse Berisha do i duan pak vota për të formuar qeverinë? Nëse ne vini një alternativë. Gjithmonë në rast se opozita po shikoj mundësinë e një fitore, nuk e di se sa është e mundshme, por ju do të bashkoni votat me Sali Berishën për të formuar qeverinë dhe nëse jo, çfarë do ndodhi me partinë tuaj pastaj? Jo, ne votat me Sali Berishën nuk do t'i bashkojmë për të formuar qeverinë. Me Partinë Demokratike, pa Berishën. Pa Berishën. A dhe deklarata është me Partinë Demokratike pa Berishën. Me Sali Berishën, jo, sepse thash që na ndajnë shumë çështje parimore. Çfarë do ndodhi me partinë tonë? Do analizojmë rezultatet e zgjedhjeve dhe do hyjmë për të bërë zgjedhjet e brendshme, të cilat mbas statutit duhet përfundojnë deri në datën 21 dhjetor 2025. Atëherë unë falenderoj shumë që ishit me mua sonte në emisionin Pa Kompromis. Ju falenderoj shumë për përgjigjet që dhat. Ju falenderoj shumë që fundit gjetët e kohën për të ardhur. Siç ju uroj suksese në fushatën, me risitë që keni sjellë, po dhe me rrezikun që keni marrë përsipër. Tani si bie që të jeni edhe kundër PS-s dhe kundër PD-s. Jemi anti-establishment, është e vërtet. Faleminderit zonja Elvira. Atëherë kemi përfunduar këtë emisionin për sonte. E ftuara ime ishte zonja Elvira Devolli Leka, kandidate e koalicionit Djathtas për Zhvillim në qarkun e Durrësit. Natën e mirë.